Me ju sot do ndoj mënyrën se si përgatis unë reçel nga luleshtrydhet apo dredhzat. Mënyra e përgatitjes shumë e thjeshtë. Kjo është receta origjinale këtij reçelit. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Morim luleshtrydhe. Luleshtrydhet i zgjedhim që të jenë në kokër më të madhe dhe të jenë të forta, asesi nuk guxon që të jenë të buta, sepse gjatë zirjes do zbuten shumë dhe reçeli do dështon. Për 1 kilogram luleshtrydhe na nevojiten 700 gram me sheqer, 2 kilogram 1 kg 400 me sheqer dhe në këtë mënyrë i shtoni masat. Luleshtrydhet i kam larë mirë me ujë, tash me anë të thikës ja largoj këto fletat jeshile e kokë dhe i kaloj në një tenxhere. Tenxheria duhet të jetë lloji që nuk nxeht. Këtë mënyrë vazhdoj me të gjitha. Duhet që t'i lojmë dhe t'i lojmë që të kullohen, ju largojmë ujin e tepër. Vetëm se nëse përgatitni me përmasa më të mëdha, tenxheria duhet të jetë e madhe, nuk duhet të jetë e vogël, sepse gjatë kohës së vlimit do formohet një lloj shkume dhe do dalë jashtë tenxhere, për atë arsye tenxheria nevojitet të jetë e madhe. Kështu bëjmë një rend me luleshtrydhe në tenxhere. Kam bërë një rend me luleshtrydhe në tenxhere. Tash ja shtoj një pjesë të sheqerit. Më duhet t'i mbuloj mirë me sheqer. Kështu. Tash përsëri formoj një rend me luleshtrydhe tjera. Kështu, një rend sheqer, një rend luleshtrydhe. Mirë, luleshtrydheve ju largojmë këtë pjesën jeshile. Si që ceka, pa tjetër, duhet jenë të forta. Është një reçel shumë i shishëm, cilën mund ta konsumoni kur keni mysafir, që servoni, mund të përgatisni ëmbëlsira, një reçel i cili nëpër markete është me koste shumë të larta, kurse në shtëpi e përgatitni do ju del shumë më lirë dhe shumë shpejt është përgatitja. Është një ndër përgatitjet më të lehta të reçeleve, cili nuk ju merr shumë kohë, përgatitet shumë lehtë. Kemi formuar dhe shtresën e fundit me luleshtrydhe, tash sipër ja hedhim sheqerin e ngelur. Munduhem që t'i mbuloj të gjitha me sheqer. Kështu. Dhe ja shtoj një vanillë sheqeri për aromë. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe na mbjen dhume, kështu luleshtrydhet i lë në tenxhere të qëndrojnë më spaku për 25 minuta. Pasi luleshtrydhet kanë qëndruar në tenxhere për 25 minuta kështu të mbuluara, i vendosim në zjarr. Tenxherës ja largojmë kapakun, rrezim zjarrin dhe në temperaturë mes tultës dhe të mesmes i zijem luleshtrydhet, derisa në sipërfaqe fillon që të del një lëng i sheqerit. Pra se si zguzon që temperatura të jetë e lartë, sepse do digjen dhe do ngjiten përrejne. Kështu kjo temperaturë është mjaftueshme, derisa të fillojë që del lëngu, diku na duhet rreth 20 minuta. Lëngu ka filluar që të del sipër luleshtrydheve dhe ka filluar që të formohet një lloj shkume. Tash ulim temperaturën dhe pak më shumë dhe ja hekim vazhdimisht shkumën e formuar sipër. Kështu hedhim në një, shkuma nuk duhet të qëndrojë,
Gjatë kohës së zirjes së luleshtrydhave nuk duhet që të bëhet përzirja, sepse ja dëmton kokrën. Në këtë mënyrë i zihem luleshtrydhat për 25 minuta duke ja larguar vazhdimisht shkumën e formuar sipër. Temperatura është shumë e ulët, nuk është minimalja, pak është më e lartë se minimalja. Në temperaturë të larta se si nuk guxon që të bëhet zirja. Shkuma patjetër gjatë gjithë kohës duhet që të largohet. Kam bërë zirjen e luleshtrydhave në temperaturë 2, pak më e lartë se minimalja, për 25 minuta dhe vazhdimisht ja kam largu shkumën e formuar sipër. Kështu, duke ja largu në njëjën tjetër, dhe tash ja shtoj një lugë të mesme të mbushur plot me margarin apo gjallë, varet se çka doni t'i shtoni, dhe ja hedhi kështu në mes dhe mos se nuk e përzi fare, e lë dikon për 5-6 minuta, zihet në të njëjtën temperaturë derisa të shkrihet gjalpi. Gjalpi shkrihet plotësisht, e kam shkrirë për 5 minuta dhe receli është gati të largohet nga zjarri. T'ju demonstroj tash se si duket kokra e drezës. Nuk është prishur fare. Ka dalë shumë mirë. Tash e largojmë nga zjarri kështu dhe e mbulojmë me një pecetë kuzhine të lagur dhe e lojmë që të ftohet dikon për 24 orë apo 12, varet sa keni kohë që ta pritni, dhe më pas do e kalojmë nëpër kavanosa. Nuk do e kalojmë kështu val të nxehtë në kavanosa që mos ta prishin kokrën e luleshtrydhës. Pasi masa ka qëndruar në tenxhere për 24 orë, kështu e mbuluar, tash masa është gati që të kalohet nëpër kavanosa. Kam lënë kështu që ta marrin më mirë sheqerin luleshtrydhët. Tash do i kalojmë nëpër kavanosa. Kavanosat i kam larë dhe i kam sterilizuar mirë. Unë do e hedhi kështu nëpër kavanosa më të vogla, më mirë do jetë për një përdorimshe, kështu, me një të tillë më lehtë do e kaloj nëpër kavanosa. Kam harruar që të cek se ja kam hedhur gjalpin që t'ju jipet një shkëlqim më mirë luleshtrydhave. Kështu, mundohem që gjeli në gry të bëj mbushjen. Këtë mënyrë mbushim gjithë masën nëpër kavanosa. Ja dhe si duket, receli nga luleshtrydhët ka dalë shumë i mirë, siç e vëreni nuk është prishur kokra e drezës as pak, ka dalë shumë dhe lëngu, ka dalë mjaftueshëm i trash. Mund ta servoni kur të keni mysafir, që qarasni me këtë lloj të recelit. Kam fitu 3 kavanosa tillë, tash i mbylli me kapak. Kapak duhet të jenë të ri dhe 3 herë sjellim kapakun nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhën vizat. Këtë mënyrë i mbyllim gjithë kavanosat dhe kavanosat tash do i fus në furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe nuk do e hapi derën e furrës rreth 2-13 orëve. Më pas do i largoj nga furra dhe direkt do i vendosi në frigorifer apo në podrum dhe në këtë mënyrë do ruhen deri në 2 vite. Kjo është mënyra më e tradashura se si përgatis unë recet nga luleshtrydhët. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.